1998, 2002 ka qenë kryeministër, do thoi bën 27 vite në jetën politike institucionale në Bosnjë, ose në entitetin e tij që është. Po, mendoj që ka ardhur fundi, 27 vjet në kohën e komunizmit, meqense ne kem tash politikanë që i gjasojnë edhe komunizmit. Bojnë pozicione 3-40 vite. Pra, prit një shkelje të javë të kuqe. Po, ajo që është e rëndësishme në pyetjen e juaj, mendoj, shef, bota ka hinë ose Evropa ka hinë në një rrugë të tillë që Taurusi gjerman do të ka çmend Rusin në farë mënyre, meqense akmore me Rëshnik mund të jetë goditje, po ajo është temë tjetër. Mendoj që vijat e për Ballkan Rusia kuptohet që mund të them atë hambarën e vet ose burimin e vet e ka Serbinë dhe Republikën Srpska. Në këtë drejtim mendoj që Dodiku shpresën e vetme mund ta ketë po që se ka një marrëveshje në relacionet Putin dhe Trump, por unë nuk e besoj që emri i tij përmendet. Ata besoj Trumpi e ka problem janë njoftë edhe emrin, se nuk merret me këtë problematik. Por mendoj që nëse kemi relacionin në këto dy fuqi në të ardhmen, mund të jetë një shteg. Por politikisht, mendoj që Dodiku ka marrë fund. Vijat e kuqe në Ballkan, mendoj që shef, e thamë duket Tahiri çështjen nuk ka në pa përmendje. Realisht Bosnja është ndane, realisht. Ajo është vetëm ana formale. A juridikisht jo, por formalisht jeta është ndarë. Formalisht është ndarë dhe Bosnja fatkeqësisht është një shtet që është bërë një eksperiment i tillë, sepse apetitet e dy forcave, sidomos apetitet e botës serbe janë të mëdha që 41% domos do ta kenë në përbërjet e tyre. E kuptoj. Në fakt, kur flitet për Dodik, natyrisht dhe shpashmangshëm flitet edhe për Vučić, Serbia do të ketë zgjedhje në disa komuna, a janë këto sinjalet e para të rënies së Vučićit? Është e vështirë të thuhet për shkak se ka disa komuna të vogla ku opozita momentale serbe e ka pushtetin. Dhe tash do të ketë zgjedhje, për shembull, është si quhet atje, sindromi Kosjerić. Është një komunë e vogël, Kosjerići, ku e ka udhëhecin opozita. Mirë po, disa media jo pro pushtetit në Serbi, para 2 ditëve kanë shku në Kosjerić dhe në disa pjesë të tjera, dhe paramendojnë se qysh ka arrit propaganda e Vučićit edhe pustetmbajtësve në Serbi që të infektoj njerëzit e thjesht. Një grua thot që atje në Novi Sad me një nëntor nuk ka rast streha, por se ajo është kamuflim dhe dikush i ka vra është rast terrorist. Dhe kush është i gruaj? Është një qytetare thjesht apo mund të ketë përpavi politike? Është një qytetare thjesht dhe ju thot gazetarëve mos bëni hajgare thot me këtë rast, sepse ata 16 veta që i kanë mbyt ajo streha në Novi Sad në stacionin e trenit kanë vdekë si pasojë një sulmi terrorist. Do thot kjo është pasqyra se çfarë bën propaganda e Vučićit momentalisht në aspektin e mundësisë për me mbaj zgjedhjet, për shkak se studentët tash po kërkojnë zgjedhje, dhe ata nesër e kanë protestën e madhe dhe protestën e 1 qershorit, e cila pritet që të jetë relativisht të nxehtë. Pse 1 qershori do të jetë një ditë e nxehtë për Serbinë? Po për shkak se studentët protestues po thrasin për radikalizim. Radikalizim dhe kjo... A do të ketë dhunë? Nuk mundet me pas dhunë, mirë po mundet me pas përsëritje të 15 marsit, ku kena me pas skena lemerice, si për shembull si që ishte përdorimi i topit me zë, dhe Rusia doli tha që ku e keni raportin prej meje, Vučići dhe sistemi ti nuk e ka përdorur. Ani pse ishen edhe fotografit edhe videot që shkjej? Edhe fotografit, edhe videot, dhe janë ma shumë se 1500 persona të cilët tashmë janë me... A do të intervenoj ushtria me 1 qershor, sepse në fakt ka qenë aty vazhdimisht, a do të ketë një ndërhyrje më të ashpër ndaj protestuesve, sepse është një situatë që nuk ndalet, Vučić e shet dobësimin e tij në terren dhe do t'i duhej mbase të praktikoni diçka. Prandaj sepse këto janë krejt të ndërlidhura. Njeriu i cili e ka komentuar dhe ka qit në të premtën e kalume, që Serbis ju ka dorëzu një dokument që quajnë ata mjaft të rrezikshëm, ka qenë generali i ushtrisë, nuk ka qenë vetë Vučići. Edhe të gjithë kanë thonë që ai ka pas frikën, edhe unë besoj, duke e përcjell që 12 vjet karrierën e tij, sidomos në raport me Kosovën, unë besoj që për një mend ka pas frikë me dalë, me kallëzu që e kena një dokument i cili është ndër dokumentet më të rrezikshme që e ka pranuar Serbia në raport me Republika Srpskën edhe me Dodikun. Prandaj Guardian e shkruan disa ditë më vonë nga non-paperi franko-gjerman, e shkruan se këpo Dodiku dhe familja Dodik
po një lloj po bojnë llaf. Nuk është që është diçka konkrete, Kanë kërkuar, po e negociojnë me disa zyrtarë të lartë, jo vetëm një, po me disa zyrtarë të lartë të një shteti perëndimor, iken e familjes e këtë klanit Dodik, sepse nuk është veç Milorad Dodik dhe djalë dhe vajza, mirë po klani është shumë i madh i Dodikut, iken në atë shtet. Dhe nga kush do të rrezikojë klani Dodikut edhe komplet kjo nomenklaturë e cila udhëheq sot Bosnën e të Ardhmen? Jo, sa i përket Republika Srpskës, atë non-paperi franko-gjerman thotë që Dodiku duhet mu dërzu. Tash Dodiku nuk ka shans të dërzohet. Sepse ajo është urdhër qendror i gjykatës në Sarajev, e cila thotë që ku të takohet, duhet të arrestohet. Tentimin e kishim para një muajve, po çka ndodhi? Ndodhi njësi speciale që kishin edhe Rusë edhe Serb, të cilët e mbronin ato fizikisht. Cilat vende mund të jenë si destinacione të ardhshme të Dodikut, duke marrë parasysh gjithmonë edhe situatën politike, marrëveshjet ndërkombëtare, edhe në kuadër të marrëveshjes edhe obligimet që i kanë këto shtete? Zotri Bilali. Mendoj që